Ishim 3 shokë që kishim vendosur të kampojmë një fundjavë në Pyet mbi Gramsh. Donim thjesht qetësi, larg zhurmës së qytetit. Çdo gjë shkoi mirë deri natën e dytë. Rreth orës 2:00 të mëngjesit, teksa qëndronim pranë zjarrit, dëgjuam një zë të ulët që thërriste: "Andi!" U ngrim. Menduam se ishte ndonjë nga ne që po bënte shaka. Por jo. Të tre ishim aty. Dhe zëri vinte nga errësira. Nga drejtimi i pyllit. 2 minuta më vonë një tjetër zë, besoa. Dhe më pas, Erion. Me zëra të qartë. Të ndryshëm. Por të pamundshëm. Nuk kishte njëri tjetër në atë zonë. E kishim kontrolluar. E fikëm zjarrin dhe u futëm në tenë. Por zërat nuk ndaluan. Madje, filluan të përsërisnin fjalë që vetëm ne dinim. Fjalë nga bisedat tona gjatë ditës. Të nesërmen, u larguam me vrap. Dhe kur mbërritëm në qytet, një i moshuar që dëgjoi historinë tonë, na tha: "Në atë pyll thërret pylli, thërret toka. Dhe kush përgjigjet, nuk kthehet njësoj. Nuk kemi shkuar më kurrë aty. Dhe emrat tanë nuk na tingëllojnë më si më parë. A keni përjetuar ndonjëherë ndjesinë se diçka ju vëzhgon në pyll? Na tregoni në komente dhe klikoni abonohu për më shumë histori të vërteta, të frikshme dhe misterioze nga Shqipëria."